E falenderojmë Allahun e madh, ai i cili është i vetëm dhe i pashoq. E falenderojmë Allahun për udhëzimin që na dhuroi. E falenderojmë Allahun që na dha jetë të përjetojmë këtë muaj të veçantë, muaj të Ramazanit, muaj të Kur'anit, muaj të shpresës, muaj të faljes. E falenderojmë Allahun për shumë mirësi që na ka dhuruar dhe në Islam na ka udhëzuar, ndërsa gjuha më e mirë është gjuha që çon salate dhe selambe mbi krijesën më të dashur të Allahut, mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. I dërgojmë salate dhe selam e pejgamberit alaihi salam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati pranishëm, Allahu vazhdimisht na gëzon me shumë mirësi. Allahu i madh vazhdimisht na begaton me shumë mirësi. Sot është ditë Gjumaje, sot është ditë Ramazani, ku Allahu na ka bashkuar dy mirësi për faljen e gjunaheve. Gjumaja deri në gjuma është falje e gjunaheve dhe Ramazani deri në Ramazan është falje e gjunaheve. E lutim Allahun e madh që Allahu të na falë neve dhe gjithë muslimanëve kudo që të jenë. E lutim Allahun e madh që në këtë maraton të fillimit të këtij muaji të Ramazani, në këtë ditë Gjumaje, që ne të fillojmë apo të rifillojmë një ndryshim pak më ndryshe në lidhje me Allahun ton. Nëse e kemi harruar Allahun 11 muaj, atëherë sot e kemi llampën. Sot e ke llampën me gjithë fitilin, mbushe me gaz. Gazi jon është Kur'ani, gazi jon është mëshira, gazi jon është agjerimi, gazi jon është lutja, istighfari, tobja, gazi jon është dhikri dhe gjitha ibadetet që i bëjmë për hir të madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj llampa nuk e ka efektin e duhur, e as fitili derisa nuk e vënon landën e cila e kall dhe jep do të thotë dritë llampës dhe atmosferës ku jetojmë. Atëherë ne ta ndriçojmë zemrën tonë me shpresë dhe me iman. E kjo është që na porositi madhi Allah në Kur'anin famëlar, i cili ka thënë: "Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besuar Allahun, i është bë obligim juve agjerimi siç e kanë pasur edhe popujt më herët. La'allakum tattaqun, që të jemi të devotshëm. Atëherë gasi për të dhënë dritë zemrës tënde dhe për të udhëtuar ka Allahu, është ky agjerim i cili është i veçantë dhe nuk është me numër të caktuar, po është pa numra që shpërblehesh tek i madhi Allah subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi është në Buhari, thot: "Men sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili agjeron me shpresë dhe me bindje tek Allahu, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allahu i fal gjunahet e kaluara. Allahu po insiston vazhdimisht ty dhe mua më na fal Zoti gjunahet. Nëse gjumaja deri në gjuma është falje e gjunaheve, ndërsa namazi deri në namaz, e pastaj Ramazani deri në Ramazan, atëherë edhe ky agjerim është falje e gjunaheve. Vazhdimisht me shumë dyrë na ka çelë Allahu për më të fal gjunahet, megjithatë ti e ke obligim patjetër me çelë derën e faljes dhe kërkimit faljes tek i madhi Allah subhanahu wa taala. Shenjat e gjallërimit së zemrës në Ramazan janë me shpresë dhe me bindje. Mos agjero pse po agjerojnë krejt. Mos shkon iftar dikun pse duhesh me shku se me bat ritualin formal. Ndjeje momentin e lutjes në iftar. Shijoje agjerimin. Shijoje këtë Kur'an që lexuan hafizlart, Allahu ja ndriçoft fytyrat në këtë botë dhe në ahiret. Ky Kur'an e cila është dritë. Prandaj nëse thojna se ky muaj Ramazanit është muaji i agjerimit, po ky muaj është i muaji i Kur'anit. Po ky muaj është edhe muaji i namazit të taravihs apo namazit vullnetar, në të cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili fal namazin e taravihs, ai i cili fal namaz të natës, Allah i fal gjunahet. Prandaj namazi më i vlefshëm mas farzeve është që ky namaz. Prandaj të shfrytëzojmë këto momente që ta fitojmë kënaqësinë e Allahut duke e lutur Zotin për falje, për mëshirë dhe për udhëzim. O vëllezër, stacioni më i mirë i faljes
Mejdani më i mirë është mejdani Ramazanit, që Allahu na nderoj neve si ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për më na fal dhe më na mëshiru dhe më na udhëzu. Prandaj rreziku është i agjerimit, kujdes, nëse agjeron, mos agjera, se Allahu nuk ka nevojë me lan vetëm hajen dhe pijen. Agjera me zemrën tënde, agjera me gjuhën tënde, agjera me synin tënd, ruje synin nga harami, ruje gjuhën nga përgojimi, nga fitnja, ruje zemrën nga mendimi i keq për të tjerë. Esenca e këtij agjerimi nuk është vetëm me hangër dhe mos me pi. Esenca e agjerimit është më të bën njeri, më të bën të devotshëm, me pas veten kontroll, dhe ky agjerim nuk është vetëm me hangër dhe mos me pi, po agjerimi i plot është agjerimi i rujtjes së zemrës dhe i gjymtyrëve tua që ta ruash fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si ta mbrojmë të ndezur këtë dritë të Kur'anit dhe të udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë muaj, atëherë rregullon lidhjen me Allahun dhe ban program të jetës në Ramazan. Bane programin vazhdimisht që ti ta madhrosh Allahun, ku kemi fal kohët e namazit, ku kemi ndëgju Kur'an, sa kemi lexu Kur'an, sa kemi dhënë sadaka, në çfarë ligjërate kemi marr pjesë dhe sa recate kemi fal nafile. Vendos një moment të veçantë, këshill për mua dhe për ju. Vendose nëse me Allahun ke harru veç kur ti je në zor e lut Zotin, bani 10 minuta të Ramazanit, në pjesën e tretë të natës, çu dhe vetmoje veç me Allahun tan. Këtu të shef që ke ardhë. Jo, Allahu të shef që ke ardhë me falë gjimon, Allah i na boft kabul. Veçoje me Zotin në Ramazan, se veçimi i jot në Ramazan me Allahun e ka një kvalitet të imanit më të lartë. E tregon nevojën dhe nënshtrimin për Allahun. Prandaj porosi, veçoju në Ramazan me Allahun 10 minuta, kërkon nga Allahu, ti që ke borxhe Allahu ti fal, ti që ke smundje Allahu të shëron, ti që ke mosmarrveshje Allahu ti rregullon, ti që ke telashe dhe brenga të ndryshme Allahu ta largon. Prandaj momenti dhe mejdani pranimit të lutjeve se Allahu po na nderon, i ka hap dyert e qiellit, i ka mbyll dyert e xhehenemit, i ka hap dyert e xhennetit, i ka prangos shejtan për ty dhe mu. Atëherë edhe nëse në këtë ditë nuk e lut Zotin, edhe në këtë ditë nuk e ke veten kontroll, jashtë Ramazanit e ke vështirë. Zgjidhe shoqërinë që të kujton Allahun. Mos rri me shokë që rrin në kafe dhe luajnë domina. Mos rri, sidomos në muajin Ramazanit. Mos rri 8 orë në kafe e 15 minuta në xhami s'ki sabër. Zgjedhë shoqërinë e mirë, se shoqëria e mirë bëhet shkak për udhëzim dhe shoqëria e keqe bëhet shkak për devijim. Dhe mos e nënvlerësot çdo hap të vogël të këtij momenti të këtij mejdani të Ramazani, se nuk e dim se cila moment pranohet. Ndoshta që kjo lutje sot tham, o Allah, na çakit neve në xhennet. Unë amin. Allahu na çov në xhennet. Ndoshta kjo pranohet. E lutim Allahun se lutja më e madhe, nëse ne kërkojmë xhennetin prej Allahut, që është finalja më e madhe, kjo është fitoria më e madhe. Ne agjerojmë për të fituar xhennetin, ne falemi për të fituar xhennetin, ne lexojmë Kur'anin për me fituar xhennetin. Ne gjitha veprat e mira i bëjmë që Allahu më na fshi gjunahet. E lutim Allahun e madh që Allahu të na pastron gjunahet. Mos e mat Ramazanin sa herë që je i uritur, por mat Ramazanin tan sa je zbut në Ramazan dhe sa zbutesh. Dhe nëse ke hime një entuziazëm e një vullnet në Ramazan, mushe energjin pozitive që të vazhdosh me madhru Allah, një veç ditën e parë dhe dytën, por shka me vazhdu deri në fund Ramazanit, të e shtu dozën e imanit. Për fund e lusim Allahun e madh, që Allahu i madh ta bëj këtë Ramazan kthes për gjithë agjerus që agjerojnë tek i madhi Allah, që Allahu ta shton takvallokin në zemrat tona. E lusim Allahun që Allahu t'i ndriçon zemrat tona me udhëzimin që na ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E lusim Allahun e madh që Allahu ta na jep agjerim të pranueshëm, dua të pranuara dhe zemër të pastra, ya rabbel alamin. E kullu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.